Lironi lavamanin tuaj për vetëm 15 minuta me këtë metodë, mos harxhoni para për detergjent. Shpeshherë na ndodh që tubat e lavamanit nxjerrin aroma të paqëndrueshme dhe këto janë në disa mënyra për zhdukjen e tyre. Uji i nxehtë. Shpëlajini lavamanin për aq kohë sa të jetë e mundur me ujë sa më të nxehtë. Shpesh 1 litër ujë i vluar është i mjaftueshëm në kuzhinë. Mos harroni ta lani edhe tubin anësor dhe vrimën e ajrit. Përdorni krip. Vendosni 2 lugë krip direkt në kulluese dhe lini kripën të qëndrojë për 30 deri në 45 minuta. Shpërlarja e plot me ujë të ftohtë shpesh është mjaftueshme për të eliminuar aromat. Përdorni sodë buke. Mund të bëni të njëjtën gjë edhe me sodën, e cila ka efekte të forta çnjërrosëse. Sidoqoftë, efekti rritet edhe më shumë nëse hidhni 2 lugë gjedhe plur sodë buke në 1 litër ujë të nxehtë dhe lini përzierjen të rrjedhë ngadalë në kulluese. Në këtë rast, thjesht e shplani me ujë të pastër pas 35-45 minutash.